E që ka bu avokati i gjyqtari Berami, që tash është avokat, që ka thonë porosia u kry, çka u kry, çka ka kry ai? Që to sane që unë i këmë thonë, ai ka marrë për mi përshkru, për mi bogati, për që to që kur të shkoj, kur dje puna, ja jepë më bilim ka thonë, ai më ka thonë kështu, e ki Rifatin avokat, ato mere që tu ja shpjegoj, edhe unë e takoj, edhe nuk e di ma e më takua që kanë bu, po më ka thonë që tu sane du të mi paracit kur djekua për solicitatë. Pse ka pas nevojë me i bo Berami gati dhe nuk i ka bo Rifati për shka ti e ki dhe ta autorizum zyrtarisht? Shiko, kishte angazhimet moja. Përvoja e këtij, në çdo raste, unë e kom pas Rifatin e kom pas si mik tamin që e kom pas që është tepër e vendos, edhe e kom marrë. Në anën tjetër, avokati Berami, kur është pyetur nëse fotografia ku shihet duke u hartuar aktakuza është dërguar nga ai, e ka mohuar, ani se pak sekonda më parë, tha se nuk i kujtohet të jetë zhvilluar kjo bisedë. Është siguru një fotografi prej emailit të tij, ku ju i keni thënë përshëndetje shoq, porosia u kry, edhe këtu është aktakuza që ju ka hartu Selajdim Beqës, edhe fotografia screenshoti është bërë më datë 16 mars 2024, 2 ditë para se me u protokollu dhe me u vullos aktakuza për me ju dorëzu palve me datë 18. Albert. Albert, çka ki dyshime se ju vinë për prononcime t'ju... Jo, po njëm që tu dhe Berami. Që kjo komunikim është mes juve dhe ti? Nuk deklarona vetëm një mail me deklarat. Pa e keni bo që të bised? Unë të thash, asë më kujtohet as di as këmbohen. Qka të kesh një mail që ku e ki e-mailën, dërgëm një mail pyqet. Po, e keni bo që të bised me ta? O, jo, Albert. O, ti Albert. Unë për thëpë se, për më qenë korrekt, lutë na ma dërgën një mail pyqet krejt qka ki, se dhe janë të pënu me që të urgjente qka i ka di. A e keni bo që të bised? Jo, s'kumbon e biseda krejt qka kish unë. A e keni bo, për çka e keni thonë porosia u kry zotrit Elezi? Nuk kumbon e biseda se di su kujtohet as kjo bised kur. 2024, të para një vite. Nuk kujtohet. Për qa ju ka konsultu para një vite, zotri Elezi? Unë të lutë na, thash, nuk vetëm dërgë pyetje një mail. Një mail kom të përgjigje. Çka kime mu përgjigj? Një mail ndryshe prej kësaj që mund është me mu përgjigj tash? Po, unë po të pës. Në këtë bisedë që e keni bu me zotrin Elezi, a e keni bu fillimisht që të bisedet dhe për çka e keni thonë porosia u kry? As nuk kumbon, as nuk kujtohet që kumbon. Po porosia për çka u kry? Për çka ju ka konsultu para një vite? Dhe thash se një mati nuk e di në kur kom bisedu me ta. A ja keni dërgu ju qëtë fotografi të aktakuzës? Jo. Nuk ja keni dërgu fotografi? Tash po ju kujtohet? Se ma herët të më tha nuk po më kujtohet që e kemi bu këtë bisedë. Pak më minuta ma herët të më tha që nuk më kujtohet që e kemi bu këtë bisedë. Tash po thut jesh i sigur që nuk e kom dërgu fotografi.